Hani 2 banane në ditë për 1 muaj rresht, do mrekulloheni me atë që ndodh trupit tuaj. Bananet konsiderohen një ushqim i rëndësishëm, por shpeshherë ne i nënvlerësojmë ato. Kjo mrekulli e mbështjet me një lëvore të verdhë është e lartë në sheqerna natyrale, fruktozë dhe saharozë, vitamina, minerale dhe fibra. Ullumtimet kanë treguar se bananet e pjekura përmbajnë TNF, e cila bllokon rritjen e qelizave të dëmshme që përhapen duke nxitur apoptozë. Po ashtu konsumi i frutave në bazë ditore mund të sjellë përfitime të shumta. Bananet kanë shumë përfitime të tjera krahas luftës kundër radikaleve të lira. Në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi 1 deri në 2 banane çdo ditë. Shton energjinë trupore, parandalon problemet e urthit, trajton kapslëkun, ndihmon në shtypjen e gjakut, lehtëson ulçrat, parandalon luhatjet e hekurit dhe gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër depresionit.